dhe zotërin, përshëndetje, do t'jemi së bashku në këtë edicion informativ të lajmeve. Partia Socialiste e Vlorës është më e bashkuar dhe më e fortë se kurrë, ndërsa kriza politike i përket vetëm Partisë Demokratike. Ky është qëndrimi i kryetarit Partisë Socialiste të Vlorës, Anduel Tahiraj, duke u ndalur tek koalicioni me Lëvizje Socialiste për Integrim. Kryetari i Partisë Socialiste të Vlorës tha se nga ana e Partisë Socialiste koalicioni po funksionon normalisht, ndërsa LSI është e lirë të marrë çdo vendim dhe të zgjedhë rrugën e saj. Zgjedhjet do të mbahen më 18 qershor, tha Tahiraj, dhe nuk do të ketë qeveri teknike. Partia Socialiste e Vlorës është më e bashkuar dhe më e fortë se kurrë, ndërsa kriza politike i përket vetëm Partisë Demokratike. Ky është qëndrimi i kryetarit Partisë Socialiste të Vlorës, Anduel Tahiraj, duke komentuar situatën më të fundit politike në vend. Socialistët e Vlorës janë të bashkuar dhe të gatshëm që të ballafaqohen me qytetarët në zgjedhjet e 18 qershorit ta kryesocialistit Tahiraj. Partia Socialiste e Vlorës i ka ndjekur me kujdes dhe me mendje zhvillimet më të fundit të ndodhura në Tiranë. Të gjithë jemi në një mendje dhe baza është në një mendje që këto zhvillime janë thjesht zhvillime dhe krizë e Partisë Demokratike, e vetë ekzistencës saj. Të gjithë jemi të bashkuar dhe të unifikuar që zgjedhjet e 18 qershorit janë zgjedhje kushtetuese, aty do të vendos populli. Nuk mendojmë që Partia Demokratike mbledhur në një çadër, duke qenë hallet e saj të brendshme, të marrë fatet e popullit dhe të fondit në dorë. Pra mendojmë që zgjedhjet e 18 qershorit Partia Socialiste